çfarë pike kontratës është shkelur me këto video që na keni publikuar ditën e sotme, dhe pyetja e dytë, në fushat shumë eksponent Partisë Demokratike kanë publikuar video ku shqiptarët në diasporë votonin për Partinë Demokratike dhe ato i reklamonin në mediat sociale. Ka qenë gabim atëhere, apo është gabim edhe kjo e sotme që ai ka deklaruar edhe përkatësinë e tij politike? Janë dy gjëra të ndryshme. Së pari, ju shikoni njeriu në Tauland Balls, jo me një votues, por në punojës të DHL-it. Pra, janë njeriu që ju e patë personin, edhe në takim me Tauland Ballën, dhe në foto ja e keni aty, ja ku është. Ja ku është. Dhe kjo dëshmon qartë për duart e zeza të Partisë Krimit bëna dëllës. Këtu jemi bëna dëllës. Po, punojës, bjemi bëna. Tani, cila pike kontratës është shkelur? Shkelur pikë kryesore kontratës. Nuk mund të kishte subkontraktor. Dhe subkontraktimi u shkel pikërisht për të nënkontraktuar kompani që bashkëpunuan ngushtë me Partinë Socialiste. Përfshi, besoj se s'mund ketë dyshim, posta shqiptare shtirë duart e zeza në këtë proces. Pra, shkeljet janë flagrante. Ka shumë shkeljet tjera. Se ky që e shifri ju me këto, shifri i ka, pa më do për. Ky futet një zyrë tjetër dhe i mbush vetë. S'ka si... Shifre. Ky është... Pra, urdo? Po, kështu që kjo të regon që si shte proces, kjo ishte një gjë që u kryo në zyrat e partisë, nga njerëz të partisë, të paguar janë, një pjesë janë të paguar, por kanë marrë pjesë dhe zyrtarë të ambasadave. Kanë marrë zyrtarë të ambasadave, zyrtarë të ambasadave. Asnjë nga këto të mos ishte, mjafton implikimi post shqiptare dhe ikën ai proces. Kur ne nuk do ftonim të votonin me një post që kalon nga posta shqiptare. Ajo dihet se kush është në postën shqiptare. Besoj se këto janë prova. Urdhoni. Mendoni se vota e diasporës do t'jetë edhe bumerangu i këtyre zgjedhjeve, në kushtet kur edhe Sinani, patronazhisti i Partisë Socialiste, thotë se do t'i plotësoj dhe vetë në rrjetet sociale të tij. Tani, vota e diasporës, Anisa, ishte vota që presupozohej t'ishte më e lira. Vota më e lirë, vota e lirë e qytetarëve. Dhe shtetërimi i saj tregoi vdekjen e saj pa hyrë në kuti. Por mendoj se farsa elektorale ka element tjerë kapital. Mendoj se një qeveri kur nuk mund shpërndaj para bonuse në periudhë fushate elektorale. Kur s'mund ta bëj atë. Mendoj sepse blen votë. Mendoj se një qeveri kur nuk mund të falë 200 milion gjoba dhe kamata 2 ditë para zgjedhjeve, në qoftë se do u përmbahet parimive ndërkombëtare. Mirë po,
këto bëjnë gjithsejt të paktën 280-300 milion euro të dhëna qytetarëve. Mendoj se një qeveri kur nuk mund të shtrojë punojësit e saj në operator elektoral. S'mund ta bëjë atë, se pastaj nuk ka më shtet të drejtës, po ka shtet elektoral. Kështu që në rast se flasim për farsë elektorale, strumëllari farsë elektorale është shteti elektoral. Sepse pastaj në fush mbetet një gjigant me miliarda euro në dispozicion, me qindra mijëra mjete logjistike, automjete, zyra, dhoma e tjerë, me të gjithë fuqinë ekzekutive të ligjit dhe të shtetit, por 10.000 leje, punësime, legalizime, e tjerë. Pra, farsa ka si strumullar, ka si generator shtetin elektoral, sepse shtetet që organizojnë farsa, jo të gjitha përdorin kartelet e drogës. Kurse në Shqipëri përveç shtetit elektoral, është narkoshteti. Është narkoshteti. Kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Nuk mund të ketë një kartel në Europë sot më të fuqishëm se karteli Troplin. Sepse është një vetmi kartel që ka port të lirë për kokainën. Dhe ja uro pas operacionit, çfarë i bërë? Çfarë pësuan pas operacionit? Asgjë. Një turp i madh. Të gjithë Troplinët janë të lirë. Gjoja në ndjekje. Pa shka se shkojnë e shtrojnë ndru pa 4-5 ditë në ndjekje gjushin. Ku janë? Vazhdojnë të menaxhojnë portin. Vazhdojnë të kontrollojnë portin. Vazhdojnë të presin narkesat t'i kalojnë. A ju kujtohet ju konteneri që nuk kaloj skanerin, konteneri që erdhi nga porti Durrësit dhe ata e hoqën nga skaneri, e punë të banesa e tyre shkarkuan dhe pastaj e kthyen atje. Asnjë kartel në Europë nuk ka këtë fuqi. Nuk ka si karteli i Suel Çels, i cili kontrollon të gjithë heroinën. Autostradën e heroinës që vjen nga linja mesme, vjen nga Afganistani, nga këto vende, Turqia dhe vende tjera, dhe shkon në Europë. Nuk ka kartel si Bajrt, që regjistrojnë me 10 vrasje. Pra, farsa e diasporës, që duhet jemi të vërtet, është një aspekt i shëmtur i farë, manipulimi i diasporës është një aspekt i shëmtur i farës, por farsa është ngritur në të gjitha këto kolona që unë thash më sipër.